Shtetet e Bashkuara të Amerikës certifikojnë rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në një deklaratë të parë, Washingtoni nëpërmjet ambasadës në Tiranë ka uruar qytetarët shqiptar duke theksuar vijimin e partneritetit të ngushtë me Shqipërinë. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Pas non gratës dhe vizës, kjo është goditja e tretë për Sali Berishën. Pak ditë më parë, kryedemokrati depozitoi pranë Departamentit të Drejtësisë në SBA një letër të shkruar nga Partia Demokratike me të gjitha ankesat për 11 majin, ku kërkoi qeveri teknike dhe hetim ndërkombëtar, por deri më tani ndërkombëtarët jo vetëm që kanë njohur procesin zgjedhor, por kanë bërë thirrje për respektim të institucioneve. Mirë, kthehemi me këtë kronikë që na risjell në fakt reagimin amerikan, sigurisht me interpretimin që bëjnë gazetarët tanë. Skënder, ta ndërpreva ty fjalën për shkak publicitetit. Jo, unë do ta sillja sërish në të marrëdhënien e ngushtë mes Amerikës dhe Shqipërisë. Jam shumë dakord ta heqim atë kontekstin global, megjithëse unë vazhdoj të mendoj që ai ka një rëndësi. Patjetër. Por a ka dhe një sfumatur lokal? Metodologjisë së politikës jashtme amerikane mbas 20 janarit. Sepse me drejt Lela përmendi rastin e Belizes. Patjetër, natyrisht. Pra bëhet fjalë për një ndryshim edhe në një kontinent. Nuk është se Belizea është një demokraci kushtet se çfarë. Edhe në një kontinent si Europa, nëse duam të hyjmë sfumaturave dhe dallimeve të qëndrimeve, ti ke për shembull qëndrime të tilla ku me Danimarkën kërkon Groenlandën, kurse me shtetet tjera me Melonin është në terma shumë të mirë. Dhe ke pastaj dhe Britaninë e Madhe që nuk është BE, por që është NATO, e cila natyrisht ka atë statusin e vet sui generis. Pra, politika amerikane ndaj Evropës i ka ruajtur sfumaturat e veta, po le t'i ikim kësaj. Unë do ngrija vetëm një pyetje këtu që besoj unë para cilës na vë deklarata, se nuk ka, domethënë tani nuk ka më straight to the point, shkojmë direkt te pika. Tani jemi përballë tekstit. Unë mendoj që duhet bërë pyetja, cila palë jeton më mirë, ndjehet më komfort dhe sheh të ardhmen më të qartë me këtë tekst në dorë nga këto dyja që janë Tiranë dhe që po konfrontohen. Unë do të thoja që një deklarat pa dashuri e Amerikës për Ramën, pa i përmendur dhe emrin, jam shumë dakord me heqjen e detajeve, do të ishte shumë e pranueshme për qeverinë në këto pozita ku ndodhet, në raport me një opozitë e cila do të kërkonte jashtëzakonisht shumë suport me gjithat mish që ka vënë në zjarr dhe po piqet me shkelje, me kontestime, me manipulime etj. Pra ka shumë kontestime. Le ta themi trosh, opozita ose më saktë Partia Demokratike po kërkon në mënyrë taktika e saj është kontestimi i gjithë procesit zgjedhor, duke nisur bile nga qarqet ku ajo ka fituar. Dhe shkon deri aty sa thotë, siç tha Berisha sot, që qeveri teknike, ripërsëritje zgjedhjesh etj. Pra, te se ka thënë vetëm sot, në fakt e ka thënë përpara zgjedhjeve. E ka thënë shumë përpara, po okay. Problemi këtu është që me këtë tekst unë mendoj se loja merr fund në kuptimin që njëra palë ndihet komfort, jo e kënaqur se ndoshta do të donte diçka më tepër. Do donte ashtu që shpoli Meloni, shpoli Merë, dhe pas ndërhyrjes Xherret Kushnerit një ditë pas samitit etj. Pra ky konteksti që ne dim, kurse pala tjetër e cila ka pritur shumë para zgjedhjeve, ka pritur shumë dhe gjatë zgjedhjeve dhe ka lobuar, pa drejt në vet. Dhe ka pret dhe shumë pas zgjedhjeve, unë mendoj që në asnjë nga këto tre momente pala tjetër nuk e ka marrë atë që ka pritur. Dhe ky moment i tretë, ky është skualifikues sepse ky vë, si thosh, këtë vulën që ti ke shkruar këtu prava. Që ka vulë amerikane ka, se kujt e vuri vulën pastaj ta diskutojmë. Po, Seva? Rama donte vetëm një reagim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kushdo të ishte vetëm. Por këtë s'jam shumë i sigurt. Sa dëshiron ai, unë do të çaj s'jam shumë i sigurt me të vërtetë. Çdo reagim i Nuk mendoj që ka një shqiptar sot që nuk pret së paku me ankth reagimin amerikan, për çfarë do dëgjoje? Nga marrja e një vize, deri te marrja e një bekimi për zgjedhje. Patjetër. Rama i vetmi reagim që nuk donte ishte nëse Shtetet Bashkuara do të thosh këto nuk janë zgjedhje demokratike. Po sigurisht. Po tu pastaj flasim për histori tjetër. Të gjithë reagimet e tjera i bëjnë punë. Dhe do ishte historike nga 96 e këtej. Flasim për një reagim që do ishte padyshim breaking news. Po pra. Të gjithë reagimet e tjera i bëjnë punë. I bëjnë punë, realisht, edhe ky i bën punë.
për t'i vënë kapaku një palë zgjedhjeve të cilat ati mandat 4 japin 83 mandate, domethënë një çmenduri elektorale, ajo çka ka ndodhur. Çdo gjë tjetër për Ramën Pse është quan fitore. çmenduri elektorale? Domethënë Rama, po të shkosh në numra, ka zbritje në numrat e tij. Pa llogaritur votën e diasporës që ishte diçka e re, gjithë me radhë, të cilën ai Zbritje s'ka, po domethënë nuk ka zbritje, një ka 30.000 rritje. vota. Dhe Rama e pranoi Ka vetë. 30.000 vota. Rama e pranoi Dhe i vetë. tha, Rritje nuk kemi. neve tha, kemi votat tona. Le çfarë thon ata tha të tjerë, ne kemi votat Po tona. kjo është e vërtet. Po pra. Tani Rritje nuk ka ama. kur vjen tjetri dhe thot un kam votat e mia dhe nga 74 vajte në 93 tani çka ka ndodhur? Kjo është analizë. 73 praktikisht. Si? 73. Se 73 morën në 2021, pastaj u shtu Po, zoti pra. Çela etj Po, 74. Po 73 ishte. 73, tani vajtën 83, domethënë çka ka ndodhur? O ti ke bër ndonjë marifet elektoral me kodin zgjedhor që doli ambasadori BE-sa do ribëjmë me një herë reformë zgjedhore sepse tha Bile i tha Ramës tani ke votat, mos na thuaj që nuk i ke votat. duhet. Tani do e bësh se votat i ke, e vërtet. Do ta bësh siç duhet. Domethënë është më e rënd Gonzato sot në të ditën e martë kur i tha Ramës. Problemi ishte tjetër. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me reagimin që dhanë ditën e martë e mbyllën kapitullin e zgjedhjeve. Tha vazhdojmë para tani, kjo punë iku, ne do vazhdojmë para me ato projektet që kemi. Dhe projektet e tyre lidhen posaçërisht me reformën drejtësi, me SPAK-un, me garantimin e tyre interesave që kanë ata në rajon. Të kthehem pak te pyetja më parë që i bëre Lelës, në lidhje me çështjen e non gratave. Që në momentin që u zgjodh Rubio sekretar shteti, për mua ishte një lajm i keq për zotin Berisha dhe Partinë Demokratike. Pse? Sepse Marko Rubio është deep state in personam, domethënë personifikimi i deep state. Ka disa radhë senatorë. Pa i ka këtë letër pra publike që e ka bërë. Letra nuk pak vite më parë. Po pra, letra ishte që pse Si mund ta qush atë deep pse Ai vetëm mund ta qush linja temi zyrtare e shtetit, e linja Partisë zyrtare e Republikane. Okej, Tani këtu dhe ka interpretim, po Jo. nuk mund ta thosh që është deep state. Themu. Unë mendoj që Departamenti i Shtetit nuk ndryshon politikën me ndryshimin e presidencës. Edhe këtë e ka vërtuar presidenca e parë e zotit Trump. Domethënë politikat që janë aty brenda janë të konsoliduara. Vetëm në një gjë gabon. Nëse të kujtohet, kur është interpretuar nga autoritetet amerikane dhënia e non gratës zotit Berisha, Po. është folur për një seri institucionesh të cilat kanë dhënë informacion. Po. Pra fol për FBI, National Security, pra siguria kombëtare, Homeland Security etj. CIA, Në të gjitha këto institucione, përjashto temi Departamentit të Shtetit, pra qofte FBI-a, qofte Departamenti i Drejtësisë, nuk kanë shkuar qofte Departamenti i Mbrojtjes. Po. Pra qofte Departamenti po duash ti edhe i Tesarit. Qofte po duash ti edhe ai i Tregtisë. Po. Pra të gjitha këto informacione të kryqëzuara që kanë ardhur tek dosja e Berishës, kur ai u proklamua non grata, sot përjashto Rubion, në të gjitha këto institucione nuk janë pjesë e administratës tradicionale republikane. nuk janë. Janë gjithë ato i quhen skifterët e e Donald trumpizmit dhe e magës. Po. Pra le të themi, nuk mund të thuash që sot situata Po, është, sepse edhe dosja e Berishës është dosje kryqëzuar. Po të them gjë tjetër. Unë si e shikoj, nuk e mendoj që është lajm i keq për Berishën. Përkundrazi, unë mendoj që ndoshta dhe këtu mund ta diskutojmë të pjesë, ndoshta ai mesazhi i ambasadës amerikane linte dritë hapur për këtë pjesë, që në fund fare ne jemi me popullin shqiptar dhe nuk bëjmë dallime midis Ramës dhe Berishës. Patjetër pra. Pra ne respektojmë vullnetin e popullit shqiptar. Pra ju doni Edi Ramën dhe ne do vazhdojmë bashkëpunojmë me qeverinë që zgjidhni ju. Por edhe opozitën që por zgjidhni dhe ju. opozitën ne do e trajtojmë Unë mendoj fair and square. politika e ndjekur, që është edhe proklamimi non grata me anë nga sekretari i shtetit dhe jo nga departamenti i Thesarit, që është procedurë ndryshme, unë po them që do të vazhdoj si politikë që do ta ndjekë departamenti i shtetit, pavarësisht se ka ardhur Donald Trump i president. Fakti që Rubio është një personazh i cili ka gjithë jetën në departament në Senat, në Komisionin e Politikës Jashtme të Senatit, edhe një nominim që mori 100% votave të Senatit, se do të themi edhe këtë të vërtetë. Se normalisht e kështu është, ë? Po pra, mori 100% pëlqyeshmërinë. Kreu i departamentit të shtetit. Jo, nuk e mori ai që ishte më përpara 100% votave, se republikanët votuan kundra. Po përveç këtij faktit, çfarë bëri Rubio sa erdhi? Përdori të njëjtin instrument
ndaj një politikani shumë të rëndësishëm në Argentinë, që është politikani majt. Por i majt ama. Po pra, Por i majt ama. kjo është mënyra e balancimit që ai kërkoi. Sa pse bëni vetëm politikan konservator të djathtë, të shpallur non grata, edhe ai e balancoi. Në fund fare Kuti është një lloj për gjithë, majt e djathtë. Leka pastaj Lela. Unë mendoj që problemi në ngradës, as paktën në momentin që jemi, nuk jam vlen as diskutohet, sepse në kuptimin politik, asaj i ka humur vlera. Është si një monedhë që i ka humur vlera e bankës që në fillim. Pse? Sepse jemi në një realitet tjetër dhe tashmë zgjedhjet kanë mbaruar. Po t'ishte përpara zgjedhjeve, mund të flisnim ndryshe. Mos harro, janë 500 sa mijë veta që kanë votuar Berishën, Po pra. Po i ka humbur pra vlera, janë 500 sa mijë veta që votojnë. Ja kanë hequr vlerën në ngradës. Ja kanë hequr vlerën në ngradës, se janë 500 sa mijë veta që kanë votuar zotin Berisha. Kështu që pra i thonë është mjaft që kjo nga pikpamja de facto ajo në ngrada ka rënë thonë. Po, dhe edhe kjo deklarata e Shtetet Bashkuara të Amerikës që është e barazlarguar, siç thatë edhe ju, nga të dy palët. Po jo nga populli, pra respekton popullin, por respekton popullin, edhe popullin opozitar që ka votuar zotin Berisha, edhe popullin e mazhorancës të majtë që ka votuar zotin Rama. Dhe mendoj që gjetja e opozitës dhe unë nëse ato shumën që nuk e dim për atë të famshmin La Civita, unë mendoj që është para e shkuar dëm. Do më thënë, ishte një aksesor. I pa nevojshëm, thoni ju? Mendoj që ishte si një mall kinez nga ata që shkon në një dyqan, Louis Vuitton, e blen qantën me 5 euro. Unë mendoj që Louis Vuitton falso, ja, shiko, tash një sekond. Këtu ta ndajmë një gjë. Nuk ndodhi asgjë. Pa fol Lela. Nuk ndodhi asgjë, pra fitoi 83 mandata e tjetër. Çfarë ndodhi? Ajo është çështje tjetër. Varet çai ke kërkuti atij personit. Po që ai për mua, si e shikoj, e para një herë trademarku i tij është i padiskutueshëm. Është një nga arkitektët e fushatës, një nga, nuk po themi vetëm. Po, për në Amerikë. Të zotit Trump. Nuk po flas për senator. Realiteti i Shqipërisë apo? Një sekond, po takon. Realiteti shqiptar tani. Mirë, solli një kapele edhe. Një sekond. Po më varet çai kërkuti, mund diskutosh çai kërkuti Laçividës. Nuk e di. Por një gjë është jam i sigurt që nuk i ka kërku kapele. Mund ta kemi këshilluar ne atë ore. Jo, jam i sigurt që nuk i ka kërku kapele. Për vlerësuar them unë, tjetër gjë pastaj ngjitja apo njëte mesazhi, sepse ishte personazhi ndoshta jo i duri. Unë zotin Berisha dhe si gjithë në e tjerët e mësuar për 35 vjetë, ta shohim në mënyrë aktive, agresive, etj. Nuk i shkon dhe soft. Varianti soft, ndoshta zotin Berisha nuk i ngjit në karakterin e tij. Zbuti e nxori nga natyra. E nxori pak nga natyra e tij, po ai me veten e tij ai ishte korrekt, tha, luani me mesazhin pozitiv, apo jo Lela, luani tha me mesazhin pozitiv. Tjetër gjë pastaj, ndoshta zoti Berisha në moshën që ka biologjike, por jo vetëm, se shpesh herë ja keq përdorin këtë moshën politike, por moshën politike që ai ka, ndoshta nuk i shkon. Nuk mund ndryshojë njeriu mbas 35 viteve aktive në politikë, është ai që është, njerëzit do ta votojnë para. Ktu pastaj hym te analiza tjetër që ndoshta meriton një emision tjetër, as zgjodhi Berisha strategjinë e dur për të përballur zgjedhje, unë them që jo. Po këtu nuk është fajla Laçivitës. Tu nuk mund të akuzosh Laçivitën. Po nuk po akuzoj Laçivitën. Po ti po thu për atë pra ishte mal falso, Louis Vuitton falso ti. Jo ma ishte Louis Vuitton real. Ja po ta them. Ke tregu çam thu ti nuk e blen njeri, se blen ato falso. Kjo është edhe punë, pastaj diskutim tjetër. Pse ka shekuj ekziston edhe e përshtatës. Edhe unë po të them jo se është zoti Lela këtu. Alfred do të them se si zoti më duket shumë larg. Tani, jo se është Alfredi këtu, zoti është lartë me të vetë, s'ka lidhe me ne. Problemi është, largë, thashë jo lartë, problemi është që unë jam 1.000.000% i sigurt. Në qoftë se do të ulim, të bëjmë një draft të një fushate elektorale, unë jam totalisht 100% i bindur që zoti Lela do ta kishte bërë shumë më mirë strategjinë e fushatës së Partisë Demokratike se sa ai që erdhi në Shqipëri. Domethënë, kështu është diversion, megjithatë po e lej Fredin përgjigjen. Kështu është diversion. Po dhe jo tamam shumë diversion se. Jo, nuk kam dakord. Unë mendoj që Laçivita ishte një vlerë e shtuar e një fushate elektorale politike shqiptare. Mjaft trademarku i tij. Pastaj ngjit, ai s'është fajti, varet çai ke kërku.
Tani, unë jam I vetmi këtu që kam punuar me të, pra kam pas... Unë s'kam punuar, por I kam ndjerë efektet e ti. Dhe mendoj që Partia Demokratike dhe ne kemi qenë me fat që e kemi pasur në staf, dhe ka pas vrejtje. Shiko, ne shqiptarët jemi pak të çuditshëm dhe ishte dikush aty tek stafi jonë që thoshte, tha në një moment që këta Amerikanët nuk bëjnë. Dhe unë I thash këtë, I thash tani, ky zotëri... That's not true. Jo, prit, I thash këta zotërinjt kanë bërë fushatën e Trumpit, ti fushatën e kujt ke bërë? Belin Kliçit, maksimumi. Kishte bërë një kandidati, nuk e diu, nuk përgjiza. Pra tani, Mora rasin më të mirë, Belin Kliçit. Rekordi I tyre flet për... Më duket e teprojmë pak kur gjykojmë. Se Rama nuk do merrte Amerikanë dhe Izraelit, dhe nuk do merreshin në gjithë botën Amerikanët. Merren se din diçka ta marrë mirë dhe çdo gjë që shpiket atje pastaj bëhet vetëm tu dilema si përdorim ata. Mod elektorale. Rama I përdor underground, I merr sondazhet, I merr exit pollet, I merr grupet e interesit. Shiko, kam përshtypje, Fredi, që këtu Laçevida tha, okay, se tha dhe ke intervista me The Guardian, doni dal televizor, po unë jam këtu për këtë punë. Ai bëri të gjitha, edhe doli në televizor, edhe mbajti fjalime, edhe bëri sondazhe, dhe dha këshilla strategjike, bëri çmos për të bërë fituese një parti e cila nuk ishte në terren amerikan, në kuptimin që nuk janë, këtu nuk u bën zgjedhjet si në Amerikë, Sokol, tani. Ndoshta kjo duhet, ndoshta për këtë, në kuptimin që nuk doli Joe Biden t'ju ofronte pensionistëve amerikan, nuk e di sa milion janë një bonus, 2 ditë para zgjedhjeve. Pra janë ca gjëra që nuk lejohen dhe nuk bëhen. Edhe këtu nuk lejohen me ligj, po këtu bëhen. Dhe mua më kujtohet Celibashi që ti më thanë me shaka the që desh ishe zënë me Minxhozi. Debat parimor ishte. Parimor, okej. Sepse edhe unë dhe Minxhozi jemi dakord që Celibashi është parim specialisti më I mirë elektoral në Shqipëri. Ndryshe nga shmendon Partia Demokratike her pas here. Jo këtë radhë. Unë mendoj këtë, para 2 vjetësh në zgjedhjet lokale, kur e dha bonusin e pensionistëve, Zoti Celibashi doli dhe tha që në zgjedhjet lokale kjo lejohet, po jo në të përgjithshme. E bëri në zgjedhjet të përgjithshme, e shkeli ligjin, e bëri prap Zoti Rama dhe nuk tha gjë. Pra, e solla këtë shembull. Se pa kam mendim tjetër për këtë punë, po. E solla këtë shembull për të thënë që pra I kërkojmë Kris Lasivitas dhe I themi që po se ti diçka për Amerikën, po për Shqipërinë, po në një kohë duhet I japim me këtë tjetër që edhe underground, edhe fundot pak këtu, se si përpunohen zgjedhjet dhe si bëhen zgjedhjet, nuk është si në Amerikë, është si Shqipëri. Me gjatë për rastin konkret Sefa ka vërejtje direkte. Nuk është tamam ashtu, se e bëjmë Amerikën si një terren shumë të thjeshtë të bërë zgjedhjeve, ndërkohë që Trumpi si kandidat bashkë me stafin e tij, të drejtuar nga Lara Trump, që është e reja e familjes. Lara është nusja, apo jo? Nusja e djalit e ri. Djalit Erik Trump. Erik Trump, domethënë bëri një... Ka përshtypjet e kryetare tash në detyrë e Partisë Republikane, apo? Po, bashkëkryetare e Partisë Republikane. Bëri stafin më të madh të juristëve të avokatëve për të goditur ligjërisht të gjitha nismat ligjore që merrte administrata Trump ose shtetet ndryshme për sigurinë e votës, për mënyrën e votimit gjitha me radhë. Ishte një punë 1 vjeçare që e filluan përpara. Pra e fillon një procesi para bllokues. Para bllokues për të bërë të mundur që të kishin një proces zgjedhor sipas standardeve që ata mendojnë që duhet të ketë. Çka do të thotë? Nuk ka zgjedhje perfekte në asnjë vend. Është mënyra se si përgatitesh ti për zgjedhje. Domethënë kur këta Partia Republikane, që është partia nga më e madhja në Amerikë sot. Duhet jetë më e vjetër se demokratët? Po, më e vjetër. Se është Great Old Party, apo GOP. Great Old Party. Dhe kur këta përgatiten dhe marrin gjitha masat për të mbrojtur një proces zgjedhor, I bie që edhe ti nuk do të jesh jashtë kësaj skeme në kuptim parë të fjalës. E ti duhet të marrësh disa masa. Atje s'ka vorë dhe s'ka xhabaft apo tjera. Po le tani atje nuk ka dhe komision bipartizan për reformën zgjedhore tani Fredi, tani zoti Lela më fal. Nuk ka dhe komision të reformës zgjedhore që varrosin PD-n me duart e veta. Tani dhe këta në një gjë me logjikë, po emrin ma thirr si duash. Qofse kjo që thash, që Komisioni Reformës Zgjedhore, ajo tavolina e famshme, Komisioni Reformës Zgjedhore, nuk shërbeu për t'i hapur gropën PS-s, PD-s,
se dëshira është ja hapte PS-s, po ja hapi gropën PD-s. Kjo pasaj jemi në dy vizione komplet ndryshme për zgjedhjet. Partia Demokratike për të ngruar Ti pajson mua ti ke qenë tek juristët o Stefan që ke bërë atë që ke bërë më parë me kam qenë dhe kam thënë kur PD-ja vini nga Luli, tani po pajson mua. Dhe kam thënë, jo pra, ja për këtë për thjesht kam folur me Krisin. Aty ke puna Lulit unë jam me Fredin, me thonë. Te puna Lulit unë jam me Fredin. Ekspert i reformës zgjedhore, me bashkëkryetar zotin Ali Bej, me draft ligjor të përgatitur qartësisht, ku nuk merreshim fare me listë mbyllur, nuk ekzistonte termi listë mbyllur, as nuk e çonin në përmend listë mbyllur, donim listë 100% hapur, Shqipëria një zonë zgjedhore, votim numërim elektronik, dhe erdhi pastaj zoti Bylik Bashi me tavolinën e tij të ustallarëve teknik politik. Edhe me shkelje syre nga pala tjetër. Me shkeljen, po patjetër se pala tjetër kur ja jep në pjatë argjend zgjedhjet, pse mos i pranoj, ka budallëtin sot. Sa duam listë të mbyllur me ca të hapura, nuk duam votim numërim elektronik se na vjedhin me teknologji, nuk duam një zonë zgjedhore se duam këtë, dhe duam dhe votë me posta se emigrantët shqiptarë janë ata që nuk trysnohen nga administrata e Ramës jashtë shtetit. Ndërkohë duke ja thënë, mos e bëni me post sepse do jetë një masakër elektorale. Edhe ashtu ndodhi. Partia Socialiste ka struktura, ka parti, ka deg në Greqi, në Itali, ku e ka të organizuar në mënyrë të mirëfillt partinë, ndërkohë Partia Demokratike vendet e këndonte, bënte mitingje. Ndërkohë vend të merreshin me diasporën, me organizim dhe me regjistrimin e tyre në KQZ. Po Luli zgjedhjet, po thua. Po të kishin bërë kështu siç e paraqitet. Jo unë tani po e vure emrin Luli. Një minutë. Po Maroj Ledi, ku dëgjon? Ndryshim nga zoti Lela, unë Partinë Demokratike e quaj parti. Nuk e quaj as Sali, as Luli. E quaj parti dhe propozimet që kemi quar në emër të cilës se ti kundër një partie demokratike po flet keq, tash në kundër cilës partie demokratike po flet keq. Them se nuk jam në kohën e xhaxhit që nuk flet kundër partisë. Po ja hedh kundër partisë nuk jam që po folë kundër partisë po shkatojnë. Unë do them atë të vërtetën. Propozimet që kam quar. Mesazhi i Amerikës thej që i ka organizuar populli zgjedhjet, tani pas ka organizuar Partia Demokratike. Po pra se KQZ-ja e ka zgjedh Partia Demokratike zoti Celi Bashi. Është masakër, ta thatë. Tani unë po të them. Ta tha termin masakër. Ja kam përmendur domethënë që në korrik të 2024-s, mos bëni votimin me post, se do jetë masakër elektorale. Dhe e kam të argumentuar. Cili ishte varianti tjetër? Votim numërim elektronik, siç votohet dhe numërohet në Shqipëri, se nuk ka mundësi, dhe diaspora. Si voton diaspora me elektronik? Me një qendër votimi, siç e ka Polonia që e bën në mes të Amerikës, bën se kam qenë në kampanë. Polonia e bën në qendër votimi në mes të Amerikës. Në radhë ishin polakët votonin. Po unë nuk jam qytetar i dorës dytë që jap gishtin, jap mjetin identifikimit, hyn dhom fshet edhe votoj, dhe ai që rrin në Itali i vjen posta në shtëpi, voton në shtëpi, votim familjar dhe me gjithë njerëzit e mundshëm, edhe e çon prapë me postë. Lega mos na bëjnë xherin gishta se zbulohet kush nuk ka votuar pastaj. Po. Jo, Lela. Skënderit nuk i pasaj ka akoma. Po, Skënder? Që ta kthejmë pak të kjo Shqipëri Amerikë. Mendoj se opozitën përveç një strategjie, këtu jam dakord me Sokolin, që strategjie që e denatyroi Berishën se nxori në një regjistër gjuhë ku ai s'është mësuar të luftojë në një fushat. S'është mësuar as elektorati ta shohë me votat i ka marrë regjistër gjithmonë në regjistër epiko heroik, nuk i ka marrë kurrë në një regjistër tjetër. I ka marrë do major, jo do minor. Më tullet se po. Le të jemi më korrekt. Pra e ka marrë do major gjithmonë, do minor. Por kjo është tjetër gjë, kjo është strategji fushatë. Ndjesë dhe regjistri i mosnjohjes zgjedhjeve është do major. Jo, është ndryshe nga më përpara. Nga më përpara, i zotin Berisha. Për te kësaj, unë them që opozitën e dëmtoi ngatrimi i dy koncepteve, shumë të rëndësishme, të cilat u miksuan një mënyrë të tillë dhe u integruan mes tyre një mënyrë të tillë sa nuk ndaheshin më në fund fare. Pra, u pa heqja e statusit non grata për Berishën si një parakusht për të fituar zgjedhjet, i patjetërsueshëm që ne me energjinë që kemi futur në këtë fushat, me lobimin që po bëjmë, me prezencën e një sherifi të rinj qytet. Dhe pra gjithë këto faktorë të vënë së bashku, ne kemi këtë timetable, domethënë kemi këtë agend, do të na heqin non gratën, do të bëjmë një vizitë dikur New York, Washington, po, dhe pastaj
në funksion të këtyre lëvizjeve, populli do të influencohet në një grad të tillë dhe rehabilitimi politik dhe publik i Berishës do të ishte i tillë që do të vinte edhe fitoria e zgjedhjeve. Tani, lidhja e këtyre dy momenteve, pra e një vote parlamentare me një status personal dizenjimi të kryetarit opozitës, unë mendoj që e futi në një qorsokak sepse determinoi ende pa ndodhur zgjedhjet që nëse nuk ndodh heqja e statusit, atëherë kjo duket ndërkohë që duhet të që reagimi amerikan i ditës martë tregon fakt një gjë krejt ndryshe, tregon një ekuidistancë nga dyja palët dhe padyshim respektimi i vullnetit që të popullit shqiptar, por nga ana tjetër ne vazhdojmë partneritetin me ato që zgjedhin shqiptarët, po jo se është zgjedhja jon. Po, amerikanët zgjodhen të jenë të ekuilibruar, nuk u influencuan, dhe këtë po e tregojnë faktet tani, nuk u influencuan nga figura prominente që u futën në fushatën e PD-s, kontrata 6 milionëshe me vajzën e Suzy Wiles edhe me ish stafin e Rubios, gjithashtu edhe Lasivita që ishte, pra, ishte një bateri zjarri e drejtuar drejt Shqipërisë me origjinë nga Amerika, e cila në letër të bënte të mendoje se diçka do të ndodhë. Fakti që nuk ndodhi, unë mendoj ajo që erdhi më parë, thot Lela, dhe këtu jemi fiks në këtë logjik, ajo që nuk ndodhi deri 11 maj, ne na ka sjellë te kjo deklaratë e ekuilibruar sot, ku ne marrim vesh më në fund me atë që ishte dhe me atë që është, që Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të jenë të ekuilibruara, ka një politikë të jashtme ku nuk duan të ndërhyjnë më tek të tretët, të paktën në rastin ton kjo kështu lexohet, pastaj Belize e tjerë mund të ketë raste sui generis ka sa duash. Por në rastin ton kjo tregon që Shtetet e Bashkuara mbajtën një qëndrim të ekuilibruar, business as usual. Business as usual dhe vazhdimi i partneritetit për mua është më së qartë që të shnjojë zgjedhjet. Faleminderit. Fjalë fundi për Lelën. Shiko, tani ne Ku të gras, Lela? Ne po vazhdojmë të mos e shohim gjurmën që është tek ai mesazh, që është mos qenia në të e qeverisë e cila i organizon zgjedhjet, i bën zgjedhjet, i mban zgjedhjet. Secili sipas shijes dhe logjikës dhe interpretimit vetë e kashajs atë rendin e fjalëve si të doj. Po, nejse, unë mendoj që aty ka një shprehje të qartë të mos dakordësisë me zgjedhjet në atë mesazh që duket si pa mesazh. Sa i takon strategjisë, një shkurt për strategjinë se Minxhozi u ndal pak tek strategjia Berishës dhe Lasivita, ka pas vetëm një strategji, një program i cili është serioz, dhe ka një ofertë të mirë për publikun shqiptar. U votua për Qyrykut, Kënetën, Bufin, Nocrokun, gjithë terminologjinë dhe zoologjinë e fjalorit të protagonistit tjetër. Këtu jemi, s'kemi që bëjmë, ajo është mesazhi, ato që janë mesazhet, jemi post fakt tani. Por unë mendoj që pakën Sali Berisha thoshte do të bëj këtë për 100 ditë. Zotria tjetër thoshte ata janë Qyryk, do t'ju fus në Europë në 2030, pra edhe koha në të cilën operoi ishte jashtë mandatit. Po, ishte jashtë mandatit në fakt. Pra ishte dikush që ofronte infinitin, të cilën se ofron dot askush. Megjithatë, Lela, ky është sigurisht objekt për një diskutim tjetër kur të kesh mundësi ti dhe ta diskutojmë ne, sigurisht që mendojnë që ka nevojë për një analizë dhe për mesazhin që përcolli Partia Demokratike, sepse jam shumë dakord me ju që Rama premtoi një gjë jashtë mandatit të tij, por kur njerëzit e votuan atë në shumicë, tregon që diçka ndoshta nuk shkoi në mesazhin e Partisë Demokratike. Jo, e di pse e them këtë. Na duhen disa emisione për të ndarë. Patjetër ndarja, po vetëm ka një gjë, bëhet fjalë për minimalisht midis dy grupeve kryesore për shumë mandate diferencë. Dhe thoja unë që flasësh për diferencë për 33 mandatesh, këtu shkon përtej çdo lloj marzhi normal të një palë zgjedhje edhe të manipuluar. Që ka përcen
Gati ka përsen dhe 26 majnë e 96. Më lërë ta them dhe këtë. Thuaj edhe, patjetër. Tani, është një parti që është partia demokracia socialiste e nuk është Ramës. duket citator për radit. Demokracia është vend ku pakiza respektohet. Patjetër. Sidomos kur është cilësor në rastin tuaj. E ka nisur në 2013 me 71 apo 72 mandate. Jo, në Të vetat. 13-ën, kur fitoj. 67 pra të. Po, me 67. Pra e ka nisur me 67. Vetat, pësoj e kështë 67. Kur ishte dhe unë nuk jam dikush e kam, kur Edi Rama ka fituar, unë kam bërë një shkrim atë kohët e Gazeta Mapo, ku thoja që ju uroj sukses dhe dalë mirë, së është kryeministri shqiptarëve. Pra, kjo ka qenë qëndrimi im. Desha të them që kishte shpresë se mund të bënte dhe të ndryshonte diçka. Edhe mori 67. Tani, 12 vjetë më vonë, kaq virtuoz ka qenë ky burr, me gjithmonë që 12 vjetë më vonë e ka rritur me 20 mandate. Shpejt, Batur. Shumë e shkurtër. Shpejt, se duhet ta mbyll. Lela, kjo është shumë e saktë kjo që thua ti, por duhet, sepse me që jemi në parim në enëve komunikuese, duhet të shohim që nga krau tjetër, u eksperimentua për 8 vite pasardhësi, dhe pasi pasardhësi dështoi, erdhi u rikthye paraardhësi në formën e pasardhësit të pasardhësit. Ta replikoj shpejt? Shpejt. Shiko, pse duhet ta kemi Berishën dhe Partinë Demokratike gjithmonë në mendje? Po jo, më shqiptarët të votonin për Agron Shehajn, Arlind Qorin dhe Atjati Klapajn. Ata i morën. Po jo, më të votonin, a kërkonin të rinë të pushtet. Po mos ta mbyllun amave Batut. Mbylle. Retorike, në pyetje retorike. Çfarë do ndodhte nëse zoti Berisha nuk do të ishte në moshën e tij biologjike dhe politike në kryet Partisë Demokratike, dhe po ta heqte Lul Bashën, se këtu besoj jemi dakord të dy bashkë, po kjo është pyetje retorike, flasim mirë tjetër. Ishte shumë lehtësisht sot program. Faleminderit Seva, faleminderit Skënder, faleminderit Martin. Kryesori kthehet sërish të hënën në orën 8 drejt nga Mosovë Balla. Natë mirë.